Pas mësimit, mësuesja u dha nxënësve të saj një detyrë shumë të pazakontë. Nesër duhet që secili për ju të sjellë ca domate në një qese. Numri i domateve duhet përputhet me numrin e njerëzve që urreni. Shkruani emrin e çdo personi që urreni në një domate. Nëse urreni 5 persona, sillni 5 domate. Nxënësit ishin të hutuar, por ranë dakord të ndiqnin detyrën. Ditën tjetër, nxënësit u paraqitën me domatet e tyre. Disa sollën 2, disa 5 dhe një nxënës solli madje 20. Mësuesja pastaj tha: "Nga tani e deri në fund të javës, ju duhet të mbani këtë qese me domate me vete kudo që të shkoni, në shkollë, në shtëpi, kudo." Në fillim, nxënësit e gjetën qesharake, por pas disa ditësh domatet filluan të kalbin. Disa u bën të buta edhe me erë të keqe. Në fund të javës, mësuesja pyeti: "Si ndjeni tani?" Të gjithë u ankuan se domatet mbanin erë të rëndë. "Mësuese, njerëzit më shmangen për shkak të erës, është aq e rëndë kjo erë." Ata që mbanin më shumë domate thanë: "Është neveritse dhe raskapicë." Mësuesja buzëqeshi dhe tha: "Tani e kuptoni? Kjo është ajo se si ndiheni kur mbani urrëtin në zemrën tuaj. Çdo person që urreni është si një domate e kalbur që jeni të detyruar ta mbani me vete. Sa më shumë që urreni, aq më e rëndë, më neveritse dhe më dhimbshme bëhet jeta. Nëse nuk mund ta duroni erën e domateve të kalbura vetëm për një javë, imagjinoni dëmin që i bën zemrës tuaj urrëtia afatgjat. Zemra juaj është si një kopësht. Nëse nuk i hiqni barrat e këqija, lulet nuk mund të lulëzojnë. Mësoni të falni dhe do të krijoni hapësirë për bukuri dhe paqe. Pajtohesh? Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.